Sali Berisha, me Edi Ramën, i kemi sot në një qeveri. Jeni bashkë apo jo? Sali u qesh, e di që i pëlqen kjo gjë, ka kohë që lufton tjetë qeveri me rilindjen, më në fund e realizoi. U fund qarë 3 muaj, si heroj Republikës Re, e që dole që janë nga qadra, ca si elektricist të OSHE-ja, ca si drejtor burgjesh, ca si njërës që shpërndajnë tapi hipotekës. Pse u bët bashkë ju? Për OSHE-n, për burgjet, për burgosurit, për kanabisin. Jo, është më shumë se ka i fakt. Ju bët bashkë për të hiku reformës drejtësi, të 2 palet, të 3 palet. Pse? Qa kuptoj Lul Basha në këto 3 muaj? Qa kuptoj? Kuptoj që qadra nuk është imunitet absolut në reformës drejtësi. E dikush është imunitet absolut, si pas jush, tjesh në qeveri. Dhe sa për reformën drejtësi, vetingun, dhe të gjitha ato që vinë pas me zbatimin e reformës drejtësi, që do të qojnë për para drejtësisë, gjitha ata që kanë llogarit hapur me drejtësinë dhe që nuk i mbyllin dot me asnjë marrëveshje, këtë do të tregoj shumë shpejt koha, sepse Shqipëria për fat mirë nuk është vetëm, Shqipëria për fat mirë nuk është në dorën e asnjë grushti apo grupi, por është një vend që ka miq dhe partner shumë të rëndësishëm. Dhe kjo është një gjë që nuk ka ndodhur në 27 vjet. Por ama, siç nuk ka ndodhur kjo, do ndodhi dhe tjetra më pas, që pas zgjedhjeve që do të jenë të gjithë pranuara, qeveria dhe opozita e nesërme do të jenë përsëri qeveri dhe opozit, por do të jenë bashkë në procesin për të hapur negociata. Kjo është pika më themelore dhe më rëndësishme e kësaj marrëveshje. Dhe unë nuk e dija do jeshti prapë këtu, po sipas gjitha gjasave ti nuk do na mungosh në katundin politike meditatik. Dhe jesje përgatitu se këtu më ke mua, me këtë bluzën këtu, kur të hapet parlamenti i ri në këtë pozicion, dhe pastaj nuk e di se kush do votoj dhe kush do votoj në të sallë. Po që unë do jem këtu, ti përgatitu që të mos zhgënjesh dhe më keq se sa nga marrëveshja. Këshilla ime prapë medikale për ty është kjo, se më përmallove blush kur recitove Nolin. Aty më përmallove pak se e kuptova që ka filluar me të duk vetja dhe fanol. Po mirë, është e drejta jote, por tani këshilla. Mos harro asnjëherë. Është e vërtet që dashuria lind xhelozin, por xhelozia shkatron dashurin, prandaj me karar se qëllimi yt është të kthehesh aty nga dole. Para një jave duke ecur në rrugë në Tiranë, ndel përballë ideal. Më thotë, ka mundësi 1 minutë të tregoj historinë time. Po i thash. Kandidova tha për shkollën e policisë. Kishta gjithë jetën dohet bëhesha polic. I mora gjitha testat. Përveç njërit. Para 2 vjetësh ta më kishte vdekur mamaja. Dhe kujtin mamas time e bëra fotografinë e saj tatuazh i krah. Shkova për të bërë konkursin. I kalova gjitha testet përveç njërit. Më thanë ke tatuazh. E fshiva duke qarë. Është vërtet. E fshiu tatuazhin e tjemës duke qarë për të kapur shkollën. Prapë si Adam. E dini pse? Se ata që ishin poshtë ati, paguan. Ky nuk pati mundësi të paguante. Pagoi me portretin mamas vet, duke qarë. E ky njeri është gjallë, mund t'ja usjell në parlament. E pra kjo është kosto administratës tuaj. Kjo është kosto kësaj krize politike, se si cënon për ditë të drejtat e kaq shumë njerëzve. Ja ktheni dot maman aty, jo. Po kujtim mamas, ja ktheni, jo. S'keni asnjë mundësi t'ja ktheni. Edhe bënu çik njerëzor, jemi pak dignitet të vend. Një vend që nuk lind më bebe. 3000 bebe më pak. Ju s'u thon asgjë kjo. Se si shteti detyron pa drejtësisht një fëmijë të heqë tatuazhin e nënës për të bërë polic. Ndërkohë që ky ministri i brendshëm që kishit e ka trupin e mbushur me tatuazhe, dhe kjo është edhe më tragjike. Ministri gjithë tatuazhe edhe i ekspozon
një fëmijë heq maman si tatuazh për të kapur shkollët. Edhe çfarë kosto është kjo? Kjo është kosto njerëzore, që ju nuk mundet dot t'ia shtoni këtë vendi. E di që s'është polic, po është model. Natyrisht që s'është polic, nuk e ka kriteri, por është model. Dil mbroje, po mbroje para atij djalit. Mbroje para atij djalit, do ja usjell tu në parlament, i cili humbi të ardhmen e vet. Humbi kujtimin e nënës, se dikush pagoi në dorë, edhe i doli përpara atij. Kjo është Shqipëria që po qeverisni ju. Kjo është Shqipëria e llumit. Edhe fatkeqësisht Shqipëria e rilindjes, që vetëm po shton kostot njerëzore dhe nuk po zgjidh asnjë krizë, përkundrazi krizën e pallatit, po e fut në çdo shtëpi shqiptare. Për fat mirë nuk jemi vetëm dhe ka njerëz që na dëgjojnë dhe bëjnë qartësisht vlerësimin e atyre që themi, asgjë personale, thjesht informim për ata që nuk e njohin, për të rinj që lexojnë dhe dera libra dhe hynë brenda gjejnë një shkrimtar të ri dhe një politikan të lodhur, dhe për të tjerë që nga distanca nuk e deshifrojnë dot. Dhe kjo prap tani nuk është replik me të, s'kishta replik me të. Ajo që ka thash ishte detyrim ndaj njerëzve dhe detyrim ndaj shokëve tanë, ministra dhe gjithë tjerëve këtu që sa herë futen në gojën e tij duhet të ndjehen sikur janë në nofullën e Saliut. Ajo që kam dëshirë të tregoj, ne e dim, po për ata që nuk e njohin, është historia e Akrepit me Bretkocën. I thot Akrepi Bretkocës të t'hipin kurris që ta kalojnë bashkë të lumë, hajde, i thot Bretkoca. Dhe mund mes lumit Akrepi i fut thumbin. Qa bën, i thot Bretkoca? Në mbytet dyve. S'kam që bëj, tha, është në natyrën time. Kryetari i 297 i partisë 297 politike shqiptare në formë veture personale. Ti edhe e kekët, dvret mas shpine. E din gjithë. Papunësia është përgjegjës e Dirama e ka inkurajuar. Nuk e kam qeverisë Shqipërinë asnjë ditë. Asnjë ditë nuk e kam qeverisë Shqipërinë. Kush është përgjegjës për kontraband në Shqipëri? Kush është përgjegjës që 350 milion euro nuk i merren të pasurve në Shqipëri, po i falen në formë taksash. Këta janë miqtë e mi apo miqtë e Diramës? Kush është përgjegjës që janë tradhtuar kaq shumë shqiptar, 400.000 shqiptar të varfër, për cilët nuk i vjen, nuk thon asnjë fjali këtu. Ja mund apo është Dirama? Kjo është banalizimi këtij parlamenti. Erdhe sot dhe u more me mua. Do t'rregoj unë ç'a i bëj ti Fatosit. A ka ardhur koha t'rregojmë ne dy ç'a bëj ti me Fatosin? Edhe si sillesh me Fatosin për të marrë vend pune? Unë nuk besoj se ka ardhur koha akoma. Edhe ndoshta s'kam për të treguar kurrë, se kjo nuk është në fibrën time. Unë flas për politikë. Pse i kam nga Partia Socialiste, kam tradhtuar mandatin e kujt? Mandatin e kujt në Elbasan kam tradhtuar unë, po më bën të llogari votash. Mandat në askujt nuk kam trafikuar unë, ta them se. Nëse do e mbaj atë mandat, si ç'donit ju, duhet kisha votuar që ligji i arsimit lart nga publik bëhej privat. Duhet kisha votuar që armët kimike të vinin në Shqipëri dhe të lmonim gjithë. Duhet kisha votuar që të vinin në mbetje në Shqipëri. Duhet isha bërë si Elvis Roshi. A duhet në emër kujt ishte ky mandat? Në emër tënd jo, në emër shqiptarëve. E kam mandatin në emër shqiptarëve edhe nuk kam ndërmend të jap asnjë bande. Asnjë bande, o valit lutem, ta mbaroj. Opozitë s'keni, ky erdhi foli vetëm për mua, unë po flas parim. Do t'ju them sa vjet kem pushtet ti Iliri dhe Saliu. Të djeg kjo, po e vërtet është. Sa vjet ka qenë Enveri në pushtetin, dini ju? 45 vjet. 45 vjet Enveri. E dini sa është Iliri, Saliri dhe Deliri? E dini sa? 17 ky. 17 vjet në pushtet. A ka një popull që mba 17 vjet në pushtet një njeri? Ky është. Kryetar bashkie, ministër, kryeministër, do prapë dhe i mandat. Për çfarë të japin mandat, ja bëj 21 vjet? Për çfarë? Për çfarë do paguni taksa për këtë akoma? Që ty çojt punon në Arat me kanabis, t'ju kthejnë slever. Të japin gjitha koncesionet bez vetave këtu. Zoti Blushi, përfundojeni se jeni jashtë kohës. Për çfarë do jepni 21 vjet këtij njeriu?
Për çfarë do jep në 21 vjet dhe 4 vjet tjera? Për të qeverisë në këtë mënyrë. Njëri totalisht i papërgjeshëm, që ka bërë karrierë duke qarë te supën e shokëve të vet. Unë jam i detyruar sot t'ju them që sikur 5 mandate kisha. 5 mandate të kisha, unë nuk ja ulja asnjërin dorë juve. Se mandati nuk ka rëndësi kush e ku e merr dhe si e merr, ka rëndësi për çfarë e përdor. Ka rëndësi për çfarë e përdor. Se kam përdor as i ditë për të bërë dëm. Edhe sa për librën. A keni pa kryeministrin më banal, që konsideron më të rëndësishme për një vend, një armë me kanabis, se sa i bibliotek. Është e vërtet, unë vi nga biblioteka dhe kam për nder. Unë vi nga biblioteka, unë shkoj drejt bibliotekës, sepse librat janë liria ime. Unë nuk kam vrarë njëri, as kam mbyllur syt kur është vrarë njëri, as kam mbjell në gjë me armë me kanabis. Unë kam shkruar libra në këtë vend. Edhe kush ai që beson që ky që e ka mbush Shqipërinë me drogë, i pas ka bërë të vendi më mirë se njëri që shkruan libra. Zoti Blushi. Ja pra kjo është e vërteta. Ne jetë s'dua të zgjadem se e lexoj, po e le pra. Fjalën ka deputeti Afizi. Jo, të lutem. Mbajti kryeministri një fjalim kundër me, një fjalim për njeriu degraduar totalisht. Je i degraduar si mik edi. Ti je i degraduar si mik, jo vetëm si kryeministër. Nuk ngrihet një njeri të lasi kështu në një parlament serioz, dini që po ndryshon qeverinë. Megjithatë po të themi gjë. Unë nuk isha në një ide, po ti më ke borxh akoma. Nuk e di ato ma lash ndonjëherë. Më ke shumë borxhe, po një do ta përmend. Kam kërkuar para një viti që të ndile përballë dhe të votoheshe. Ka që kërkova unë të gjithëve edhe këti ish miku tim. Çfarë kërkova? Të ndilte përballë edhe të votoheshim. Kush binte më shumë njerëz, ai të fitonte. Iku nga gara. Ti ke ikë nga gara, e këtë borxh do ma lash. Ke iku nga gara si i frika cak, po s'u votove. Ta dish shqiptar, nuk pranove të votohesh me mua. Do ta jap këtë mundësi edi, ta dish, do ta jap këtë mundësi shumë shpejt. Ti ke ikë nga gara si i frika cak, edhe nuk ka njeri. Më dhimbsesh fakt, më dhimbsesh. Nuk ka njeri që mund ngrihet tu dhe të flasi kur i ka ikë një gare. Ne jemi kuaj race, ne shkojmë në garë, edhe sikur të vritemi. Po ai që ikën garës nuk e meriton këtë fjalë, ti je frika cak. Ti më ke ikur nga gara. Edhe kjo është arsye që unë nga Partia Socialiste. Sepse unë qefe. Edhe ato kishte bërë atëre. Po përkundra, ç'a bëre? Shkova në Elbasan, se për më kujtova Elbasanin. Dolën 200 vera aty, pjanec. Edhe horra. Zjarr fikset e bashkisë të qazimit. Edhe më sulmuan mua, ç'a bëre ti? U bëre me ata. Je për të dhimbsur. Më sulmoi Elvis Roçi mua, ç'a bëre ti? U bëre me ata. Ka pas njerëz këtu në këtë grup parlamentar, kanë nxjerr armën. Duke sulmuar deputet, u bëre me ata. Ti e bërë me gjithë horrat e Shqipërisë. Edhe prandaj nuk meriton më të jesh miku im. Megjithatë historia vazhdon. Ndil përballë, edhe mos u bësi sot që vjen këtu dhe ma fjalime kundër shpinës. Ti e dhe e kekët, vret mas shpine. E dinë gjithë.